Tatimet mbyllin mbi 50 subjekte të cilat ushtronin aktivitet pa licencë në kryeqytet. Gjatë ushtrimit të kontrollit, kreu i task forcës së drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, Pjerin Deda, deklaroi se kontrollet e ushtruara janë të zakonshme dhe u bëri thirrje bizneseve që të regjistrohen. Administrata tatimore po ushton kontrollet e saj për evidentimin e subjekteve të cilat janë të paregjistruar në organet tatimore. Rasti konkret kemi të bëjmë një subjekt i cili është i paregjistruar në organet tatimore, si rrëdhoi i gjithë malli i gjendur në vend biznes të subjektit ju konfiskua, si dhe ju bën mbyllje aktivitetit. Vetëm në 2 ditë të fundit, administrata tatimore ka konfiskuar vetëm në Tiranë mbi 50 subjekte të cilat kryejnë aktivitet të paregjistruar në organet tatimore. Po vazhdon puna për evidentimin e gjithë atyre subjekteve që ushtojnë aktivitete në mënyrë të palicencueshme. Në lidhje me tatim paguesit, ju bëjmë me dije gjithë subjekteve të cilët të regjistrohen në organet tatimore dhe të përmbahen të gjitha procedurat tatimore në regjistrimin, në kasat fiskale, në sigurimin e punojësve, të gjitha ato që përmbahen në ligjin e procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. Drejtoria e tatimeve do të vazhdojë aksionin e nisur për të evidentuar çdo subjekt i cili ushtron veprimtarinë e tij në mënyrë të palicencuar.